për të marrë një vendim se kujt i takonte drejta nëse ato deklarata të Lulzim Bashës mund të bëheshin, ishin shpifje apo s'ishin shpifje. Dhe kjo ka acaruar kryeministrin pas përveç humbjes së gjyqit. Pra, gjyqtarja vendosi për në favor të Bashës, duke thënë se ai në cilësinë e kryetarit të opozitës kishte të drejtë apo jepe e drejta legjitimohej që mund të bënte edhe deklarata të tilla nga foltorja e kuvendit, pasi funksioni i tij ishte më i madh se njeriu, mund të themi, dhe ai kishte të drejtë që të fliste edhe në atë formë. Por kjo si ka pëlqyer kryeministrit, i cili e acaruar, ka shfryrë ndaj gjyqësorit, duke thënë se gjyqtarja ka pas logjikën e një 12 vjeçarie, gjyqësori është në gjumë dhe nga ana tjetër nuk mund të pritet për një çështje për 7 vite. Por çështje ka edhe më shumë vite që presin qytetarët, për çështje civile, për çështje edhe për çështje penale, ku drejtësia merret edhe pas vdekjes ose merret edhe nuk merret kurrë, ka raste që s'merret edhe kurrë, ka vite të gjyqësori në këtë gjendje, siç duket edhe nga raporti i KLP-s, ku kolegu Armand Bajrami kishte raportuar ditën e dieshme për mungesën e lartë të personelit në prokurori, por e njëjta situatë është edhe në gjykatë, ndaj kishte ka ardhe kjo vendimarrje e vonë. Tani gjyqësori jep të drejtë se ka pozicionin e tillë, kishte më saktë në ato vite pozicionin e tillë zoti Basha, apo dhe pretendimet ishin të vërteta? Nuk flitet për pretendime, por jepte të drejtë për mund t'i thoshte, mund të bësh ato mund të shprehë, nuk është shpifje të hedhësh dyshime nga foltorja e kuvendit. Ky ishte thelbi i vendimit të gjyqësorit. Nuk mund të dënohesh për shpifje sepse bën disa deklarata apo hedh dyshime për një çështje të caktuar nga foltorja e kuvendit. Janë dënuar janë dënuar, por nuk i kanë bërë nga foltorja e kuvendit. Pastaj edhe çështja tjetër se si bëhet e gjithë situata pasi rasti i zotit Salian që ju nënkuptoni është akuzohet edhe për fabrikimin e disa provave për të dënuar personat të tjerë. Që kjo është akuza që është ngritur dhe po vuan dënimin. Megjithatë, pamë se si jo vetëm Rama, po edhe Basha, edhe ndjes Basha. Okej. Basha është në mendje të mia, te fundi. Jo, pra Berisha dhe Rama, që mos ngatrohemi, ishin të dy bashkë në qëndrimin që mbajtën ndaj kërkesës që patën gjyqtarët për rritjen e pagës së tyre me 700 euro. Deri 700 euro. Base nuk e di Anis, nuk e di jeti personi dur për të përgjigjur kësaj pyetje, por ky pretendim i gjykatësve është i justifikuar, sepse kam dëgjuar disa analiza të atyre që njohin pak edhe procedurën dhe mënyrën se si ka ardhur kjo kërkesë që deri diku është ligjore, pra nuk është se po kërkojnë diçka që nuk u takon me ligj, në mos gabohem. Pra pavarësisht faktit që bën buj fakti që ti kërkon 700 euro të të rritet rroga dhe që kjo pastaj ka një impakt në publik që sigurisht të tërë thonë jo, ç'ne, pse. Është baza. Nuk është keq të kërkosh rritjen e pagës, por problemi është si do rritet kjo pagë, në çfarë forme, pasi gjyqtarët kanë ndryshuar ligjin me anë të gjykatës shtetësuese, Unioni i Gjyqtarëve duke përmbysur piramidën e pagave në Shqipëri. Sepse dikur presidenti, kryeministri, ministrat, deputetët kishin paga më të ulta. Por tashmë me dyfishimin e pagës së zyrtarëve më të lartë shtetit, edhe gjyqtarët kërkojnë që të rritet paga në këtë formë. Ndërkohë, kur u bë reforma në drejtësi, u kërkua që të kishte një tjetër përllogaritje të pagave të tyre dhe gjyqësori kishte paga më të larta dhe i ka edhe sot, ku një gjyqtar paguhet edhe 7.000 euro. Kërkuan antarët e gjykatës shtetësuese pak kohë më parë, kanë kaluar gati një vit tashmë, që për të dyfishuar pagën e tyre, por kjo nuk u pranua nga parlamenti, duke u marrë në atë kohë edhe si një favor që mund të jetë mazhoranca për shkak se gjyqtarët e gjykatës shtetësuese kishin disa çështje të nxehta që po gjykonin, edhe nuk u pranua nga opozita pasi duheshin shumicë e cilësuar votash. Edhe këtë herë, Unioni i Gjyqtarëve kërkon që të përmbyset sërish piramida e pagave në Shqipëri dhe ata të jenë sërish në krye, të kenë pagat më të larta, por sipas edhe mazhorancës, edhe opozitës, asnjëri të dy janë në mendimin se nuk justifikojnë. Kryeministri thotë se janë në gjumë dhe nuk kanë bërë atë punë që kanë bërë, ndërkohë rritjen e parë të pagave që u bë me ligj dhe me gjyq
kryeministri e quhen lajthitje, nga ana tjetër kryetari i opozitës thotë se gjyqtarët dhe prokurorët flenë mbi dosjet e krimit dhe nuk justifikojnë asnjë cent më shumë për ato që marrin nga taksapaguesit shqiptar. Zoti Berisha bëri edhe një pyetje që të dilnim të shkonim pranë dyre gjykatës dhe të pyesim qytetarët nëse kanë marrë apo jo drejtësi. Dhe drejtësia, siç e thash, është shumë e vonuar pasi vetëm për rastin e çështjes Rama Basha u deshën 7 vite për të vërtetuar nëse deklaratat ishin shpifje apo jo.